Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Po, përshëndetje. Ju falenderoj për Juve na keni thënë paraprakisht se në gati 50 familje në Borsh po ju cënohen pronat. Të lutem na tregoni më në detaje se çfarë po ndodh me pronat tuaja. Ne jemi vënë në dieni nga ASHK Sarand për një masë kufizuese, e cila kjo masë kufizuese do të vazhdonte për një periudhë kohe shumë të shkurtër për rishqirtimin me një fjalë të pronës dhe do të hiqej. Ne po bëjmë rreth 6 muaj edhe më që kjo masë kufizuese nuk është hequr në anë e ASHK-s. Na kanë thënë për me vendim gjykate. Avukati thonë po as vështirësira. 6 muaj tokat tuaja janë të kufizuara, pra ju nuk mund t'i përdorni. Të bllokuara, po të bllokuara nga ASHK. Dhe sa rrezikojnë të qëndrojnë në të tillë gjendje? Po flitet për një periudhë rreth 20-30 vite, mund të qëndrojnë ashtu, nëse nuk hiqet me vendim gjykate. Në ana tjetër ligji thotë që dhe hipoteka vet mund marrë një iniciativë, domethënë ta heqi, sepse deri në 30-40 ditë. Për shembull toka nëse rishqirtohet që është dhënë në formë ligjore, mund ta heqi vetë institucioni i ASHK-s. Këtë gjë nuk e kanë bërë, ne kemi bërë kërkesë në ASHK-n qendrore në Tiranë kudo edhe. Dhe çfarë ju thonë? Çfarë pretendimi nxjerrin ata? Duhet shkoni te KLSH-ja, domethënë çdo institucion e heq topin në portë vet, si më thënë edhe e përplasin nëpër dyert të tjera. Ne kemi marrë iniciativë edhe në rrugë ligjore, edhe me avokat, me të gjitha, po prap nuk po shohëm akoma drejt. Toka në çfarë gjendje ka qenë më parë? Ka qenë vakëf? Toka ka qenë shtetë, jemi trajtuar me ligjin 7501 në përdorim, mbas kësaj faze jemi pajisur me AMTP në pronësi dhe mbas pronësisë na është dhënë certifikat. Pronësie me ligjin 2020. Dhe prej sa vitesh jeni pronar ju? Që në 91-shin, domethënë që është ndarë toka, në 95-ën kemi marrë AMTP-t në përdorim, pastaj në 2010-ën, mos gaboj, 12-ën jemi trajtuar na përdorimi, kemi kthyer në pronësi. Dhe tani së fundmi në 2020-ën kemi marrë certifikatat e pronësisë. Po, dhe mbas kësaj faze na është dhënë kjo masë kufizuese nga ASHK Sarand. ASHK-ja thot me urdhër të KLSH-s është dhënë kjo masë. Na ka urdhëruar KLSH-ja. T'ju pyes, përafërsisht për çfarë sipërfaqe toke bëhet fjalë për bllokim? Po pretendimet janë për gjithë fushën e Qazim Palit, siç flitet. Kjo ishte njëra fazë, 50 e ca familje, me thënë që është dërguar letra dhe është kufizuar prona. Bëni një thirrje se për çfarë po e bëni ju këtë intervistë? Çfarë pretendoni? Që pas kësaj interviste të lëvizin institucione të përshpejtohet procesi? Po, patjetër. Patjetër që ne duam e thonë që këto gjëra të vijnë në dukje edhe të marrë zgjidhje çështja e kësaj. Çështja e pronës.